duhet ju t'rregoj një skenë nga filmi Pasioni i Krishtit dhe se si kjo skenë i ndryshoi jetën aktorit që luan Barnabën. Shikoj pak këtë. E vutë re se si Barnaba shef Jezusin për herë dytë, kjo në fakt ishte jashtë skriptit. Arsyeja sepse e bëri është sepse për një moment ai mendoi që po shikonte fytyrën e vërtetë të Jezusit. Aktori që luajti Barnabën u fut në film si ateist, por pas kësaj skene ai pati një ndryshim. Pasi pa në sy aktorin dhe mendoi që pa Jezusin, ai u kthye dhe i besoi Jezusit. Sot është një besimtar i përkushtuar. Shikoj edhe një herë të skenë dhe më thuaj kush është Jezusi për ty. Zoti bekon. Nëse kjo video të foli, bëj follow. Ndoshta Zoti do të thotë diçka përmes këtyre videove të shkurtra.